Ne që arsimi është nga sektorët më prioritar që natyrisht nga vlen ose është ndër prioritetet e qeverisë. Më ka qenë ndonjëherë arsimi prioriteti i qeverisjeve. Gjitha qeverisje. Ndoshta kjo vlen vetëm kur është 7 marsi, që nxjerrin ato tufat me lule dhe ato urimet shterë, edhe mësuesve, apo dhe pedagogëve, por në fakt nuk e kanë kuptuar asnjëherë se sa i rëndësishëm është arsimi, ose më saktë, e kanë kuptuar, prandaj po i vën kazmon. Sepse një popull i arsimuar është një popull reaktiv, është një popull që nuk pranon, është një popull që kërkon ndryshim, është një popull që kërkon përmirësim. Po këta janë të zgjuar tani, pse i gjukoni ju? Këta janë shumë të zgjuar. Përse të hedhin përse të hedhin lek? Kush ka qenë që e ka bërë këtë? Përse të hedhin lek që ne të mençurohemi? Pse të bëjmë më të mençur se ata? Absolutisht. Do më thënë ata e kanë shumë mirë. Ju pse kundërshtoni një, unë se kuptoj. Unë këto kundërshtimin tuaj se kuptoj dot, vërtet. Kemi ngel të ajo pakica e budallënjve që akoma shpresojnë që ky vendi do bëhet, por ky vend nuk mund të bëhet me arna. Po. Sepse ky 11 milion euroshi është një arnë që po i vihet atyre mbathurave të grisme. Dhe kjo gjëja nuk duhet funksionon. Tani çështja është shumë themelore këtu. Këtu do hidhen ca lek, qoftë edhe 11 milion se janë pak për buxhetin e shtetit. Jo, janë shumë pak. Mirë, janë pak në atë që kemi në mendje, po. Sa është fondi aktual? Në krahasim me atë që s'ka qenë është shumë. Më fal, sa është fondi aktual, Erion? Aktual për arsimin. Sa është buxheti aktual për arsimin? Mund të jetë një 3%? Më pak se. Jo, nuk është 3%. As 3? 3-5% është rregulli. Kërkesa, po, rregulli, por sa i përket nuk është aplikuar asnjë. As 3% s'është bërë. Jo, tani çështja është, do hedhin lek se e kam edhe mik. Do hedhin lek, studentët po ikin. Për kë po hedhin lekët ta? Po, pikërisht. Tu po ikin studentët, s'ka student, s'ka klasa. Nuk është askush kundër që po hidhen lek. Pra, absolutisht 11 milion është më mirë se zero. Po këtë thashun, më mirë se zero është. Çështja është se këto 11 milion e para njerëz si do hidhen. Pra, kush ka vendosur se ku do destinojnë këto para, sepse një nga pikat është për modernizimin dhe përshtatjen e kurikulave. Po, përshtatja e kurikulave nis që nga departamenti i fakulteti, rektorati, gjithë ky zinxhir nuk është se... Po çfarë duhet në lek ato bëhen dhe me urdhër, pa lek bëhen. Jo, absolutisht ato bëhen me urdhër, po nëse ne duam realisht... Po çfarë duhen lekët? Për të bërë kurikulën, ta bënë Enrico Cekua pa lek fare, se s'ka nevojë për gjithë... Pa lek e bëjmë kurikulën qofse do qeveria, lidhen gjithë ekspertët i bëjmë pa lek. Po pse mësoni kaq keq po? Po jo, po pse shiste veten kaq lirë? Po ç'është kështu? Po ju vete keni lënë arsimin, domethënë që të vlerësohet kaq pak, duke shitur veten kaq lirë. Jo, absolutisht. Nuk mundet dot që gjithçka të kërkohet for granted, sepse fund ditës çdo gjë ka kosto. Një minutë. Nëse duhet se s'ka lek, e bëjmë edhe pa lek. Po ndërkohë lekët janë. Por me qenë se lekët janë dhe shpërdoren dhe bëhen rrushe kumblla, nuk është se janë. Atëherë është tjetër mohabet. E shikon tani? Tani përsa i përket kurrikulave. Flasim praktikisht për faktin që ka 10 vite që nuk na lejohet nga Ministria e Arsimit të ndryshojmë kurrikulat. Nuk na lejohet, ndërkohë që bota ndërkohë, po pse mos të lejohet se 20% mund të ndryshosh ndërkohë? Po 20% është shumë pak, ka deg sot praktikisht, të cilat nuk duhet të ekzistojnë më, sepse i ka humbur vlefshmëria në tregun e punës. Cilat deg për shembull? Duhet të ketë deg të reja. Për shembull.